Big Brother VIP Albania, një prej emisioneve më të ndjekura në historinë e televizionit shqiptar, ka përmbyllur së fundmi edicionin e 4. Ky format ka sjellë ndër vite emocione të forta, debate të zjarrta dhe personazhe që kanë mbetur gjatë në mendjen e publikut. Struktura filestare e programit ishte mjaft e thjeshtë dhe efikase. Një grup personazhesh të njohur hynin në një shtëpi të izoluar, pa kontakt me botën e jashtme, ku qëndronin për javë të tëra, përballeshin me sfida dhe prova dhe çdo javë nominoheshin për t'u larguar nga loja. Publiku ishte ai që kishte fjalën e fundit, duke votuar për të shpëtuar ose për të eliminuar banorët. Kjo skem prodhoi rezultate spektakolare, veçanërisht në edicionin e dytë, kur këngëtari Luiz Eli fitoi zemrat e publikut dhe u shpall fitues. Ai sezon shënoi një moment kulmor për këtë spektakël dhe ngriti pritshmëritë për çdo edicion që pasoi. Megjithatë, në sezonin e 4, ndonse pati momente të forta, u vorrej një rënje në nivelin e audiencës dhe në impaktin mediatik, gjë që ka nxitur diskutime mbi nevojën për ndryshim. Produksioni i Big Brother ka deklaruar se janë të vetëdijshëm për këto reagime dhe kanë premtuar se edicioni i 5 do të sjellë risi të rëndësishme. Ata kanë shprehur publikisht se nuk do të lejojnë që spektakli të humbas freskinë dhe emocionin që e karakterizonte në fillim. Sipas burimeve të brendshme, është planifikuar një format i ri me ndryshime të thella në mënyrën se si do të funksionojë loja dhe ndërveprimi mes banorëve. Kjo lëvizje pritet të risjellë entuziazmin e humbur dhe të mbajë publikun të angazhuar gjatë gjithë sezonit. Për momentin detajet mbi këto ndryshime nuk janë bërë ende publike. Thashetemet kanë filluar të qarkullojnë, por deri tani produksioni ka qëndruar i rezervuar në lidhje me informacionin konkret, megjithatë është e qartë se qëllimi është rikthimi i interesit masiv dhe përmirësimi i përvojës si për pjesëmarrësit, ashtu edhe për shikuesit. Çfarëdo që të sjellë formati i ri, publiku shqiptar mbetet kurioz dhe në pritje të zhvillimeve që mund të shënojnë një kthes të rëndësishme për këtë reality show. Stafi i emisionit ka premtuar se do të ndajnë lajmet e reja me publikun sapo të konfirmohen, duke mbajtur kështu një marrëdhënie të ngushtë dhe transparente me fansat e programit. Deri atëherë, mbetet vetëm të presim dhe të shpresojmë për një rikthim spektakolar në edicionin e 5 të Big Brother VIP Albania. Po ju çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj.